ishte horoskopi i ditës së sotme. Ju kam marrë malli për Katerinën, se ne sot u takuam dhe po na duket se fillim sezoni kështu. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes e dashur. Javë të mbar. Faleminderit. Vërtet ashtu na u duket, mendosh që gati një javë shkëputje si një fillim. Sigurisht një fillim i ri. Po pra. Kështu që edhe ju të dashur Anvisa, unë ju uroj si gjithmonë një ditë bukur dhe një javë të mbar faktikisht, dhe ju ftoj këtu në këndin tonë të gatimin bashkë me Anilën time që më është zbukuruar kaq shumë sot dhe e ëmbël, ashtu siç më thoni dhe juve që Anila është shumë e ëmbël. Dhe vërtet Anila është e ëmbël, por të ulim edhe pak këtë tenxherën se po na digjet një gjë aty. Mos na digjen dhe ta kemi gati. Dhe këtë ditë të hënë do ta nisim duke gatuar me produktet Neranzi, se çfarë Katerina ka menduar të sjell, është momenti të njihemi tani. Që është e vërteta, kam receta të thjeshta, të shpejta, të shijshme, të shëndetshme. Do të thotë, për gatimin e parë kemi menduar, për shembull, ka qenë shtu në diell, ndoshta kemi përgatitur ndonjë pul, ndonjë mish të pjekur, ndonjë gjë. Na ka ngelur pak edhe e sajojmë për të kaluar vaktin e drekës sot. Për të kaluar vaktin e drekës, duke shtuar një oriz të mirë, një cilësi të mirë orizit, duke shtuar edhe nëse doni, për të rinë që u pëlqen këto mistra konservë, kur i kemi në shtëpi, për shembull kemi zgjidhje që e përdorim për sallata, por që mund ta përdorim edhe në këtë lloj gatimi që bëhet shumë mirë edhe i shijshëm. Gjithashtu për ta plotësuar, un kam shtuar veç se qepe dhe karota, dhe për t'i dhënë një tepër shije, është kjo mix erzash, atë që them gjithmonë që është një erzë që na jep, domethënë, ka shumë llojshmëri erzash brenda që s'ka nevojë të shtojmë asnjë gjë tjetër. Është ajo dhe asnjë gjë. Unë e filloj me një herë këtu gatimin dhe pastaj do t'rregojmë dhe recetat e tjera që do të. Dhe çfarë ke bërë deri tani? Unë këtë mish ne kam vendosur që të ngrohej, domethënë ishte mishi kam pasur i gatuar, të cilin e kam prerë në pjesë më të vogla, pakës vaj i kam hedhur unë për momentin dhe tani këtu do të shtojmë këto karota dhe qepët. Kështu siç janë. Do t'i hapim këtu. Është, si thua, një zgjidhje me pak mish të mbetur, domethënë nga dreka e së dielës, mund të sjellim në një drek tjetër. Tani, mbasi kemi hedhur këtu, do të hedh edhe një pjesë të. Pra një zgjidhje shpejt edhe ekonomike, se ne themi her pas here që edhe në kuzhinë duhet të riciklojmë. Pra ato gatime që mbesin nga një ditë më parë, sigurisht duke patur kujdes në mënyrë se si i ruajmë, edhe në frigorifer, edhe në numrin e ditëve, se jo gjithçka mund të ruhet pafundësisht, por çfarë mbetet një ditë përpara, mirë është që të nesërmen të kthehet në një formë tjetër që mos duket i njëjti gatim, po ndërkohë edhe të mos shpërdorojmë apo jo. Po. Edhe kjo është mënyra më e mirë, domethënë për të bërë një riciklim dhe të bëhet një gjell tjetër, po që është shumë e shijshme. Këtu kam bishta qepe, të cilat do t'i hedh një pjesë këtu brenda dhe një pjesë pastaj do t'i lë, të cilat do t'i hedh edhe bishta nga të majdanozit kam këtu brenda përveç se të qepës. Ajo që ngelet tani, do t'i hedhim kripe dhe piper, pak për të shijuar këto, sepse edhe mishi ka, domethënë që është i pjekur, edhe lëngu që ne do të përgatisim tani ka. Me miksin e erzave, besoj, siç thamë, po, ku ne kujtojmë gjithmonë që ka edhe krip brenda. Duhet të kemi kujdes sepse ka krip brenda. Këtu tani do të hedhim një lugë. Marrim këtë lugë. Atëherë, nëse do të përdorim, e kam orizin këtu, karnaroli, të cilën e kam të larë, nëse do të kemi 2 filxhan oriz, do të kemi 4 filxhane ujë. Të njëjtën gjë kemi bërë edhe ne. Dhe në këto, faktikisht të hedh këtu që pra këto ke zgjedhur sot, Kanti, jo arborion që kemi në paketim, karnaroli është një tjetër oriz që e gjeni përsëri në dyqanet Neranzi dhe Kati e ka zgjedhur sot në gatimin e kësaj dite të hënë. Kjo do të thotë tani ngrejmë temperaturën këtu. Shtojmë orizin, të cilin e kemi larë më përpara, si që shikoni edhe është tharë tani. Është shumë i thjeshtë ky lloj gatimi, do vetëm pak kohë dhe pak përbërës. Edhe nëse se keni këtë misrin, por ju siguroj që ka një tjetër shije, nëse e keni në raftet tuaja, domethënë në shtëpi, përdoreni përveç se sallatë dhe përveç se këto, domethënë që përgatisin fëmijët, sidomos fëmijët u pëlqejnë, domethënë mosha të reja, mund ta bëni edhe në këtë mënyrë, sepse bëhet shumë i mirë edhe i shijshëm.
I hedhim edhe këtë. E kemi thënë shpesh herë që në fakt konservat janë mirë t'i kemi në shtëpi, po, shumë shpesh na japin janë gatimet e shpejta. Zgjidhje për gatimet e shpejta, si misri, ku diun kërpudhat i kemi patur, fasulet, po thuaj se çdo produkt gjendet edhe i konservuar, po sigurisht duke ditur se ku i blini, sepse do edhe pak kujdes, edhe marka që zgjedhin dhe dyqanet që ne i drejtohemi. Ndaj në Neranzi gjeni ekskluzivitete të kompanive më të mira në fakt botërore të ushqimit. Si në rastin e konservave, shtu edhe produktet të tjera të hedhim edhe lëngun e pregatitur. Edhe do ta mbulojmë me kapak dhe do ta lëmë që të ziej për rreth 20 minuta dhe do ta shikojmë që do ta kemi gati. Pra ky ishte gatimi i parë, shumë i thjeshtë. Shumë i thjeshtë. Edhe i shishëm. Pra kemi bërë kështu si me shtresa, nuk e kemi përzier, ajo do ta vazhdoj zierjen. Mishi, qepa dhe karotat janë shtresa e parë, kemi shtuar orizin dhe misrin e ndarë në 2 pjesë. Tani pak vaj ulliri, sepse kam hedhur pak në momentin e parë edhe dua dhe pak tani. Kur kemi skuqur mishin. Po. Ngrohur më saktë, sepse mishi tam ishte i gatuar. Një ngrohje, do të thënë që ta kishim të ngrohtë. Shumë mirë. Ata shohim në pak të recetën, meqense kemi gati të kryer. Mund ta lexosh Anila dhe unë të heq këto pjesët që janë të panevojshme më. Ja ta shohim pak në ekran recetën me të gjithë përbërësit që na janë dashur për të përgatitur këtë pilaf me mish të pjekur e perime, pra është dashur 7-8 minuta në tërësi për ta bërë, më thjesht se kaq nuk ka ku të shkojë dreka juaj. Na janë dashur 2 fixhan oriz, 300 gram mish të gatuar, një qep të thatë ose të njom, një konserv misri, një karot, një lug me mix erza, shkrip, piper, vaj, majdanoz ose kopër. Çfarë do të përgatisim tjetër sot? Meqense jemi në prezantimin e recetave të shkruara, shohim edhe recetën e radhës dhe Kati sot do të na bëj pite të ardhur me fara të ndryshme. Na duhen 500 gram miell, 350 ml ujë të vakët, një lug maja, një lug sheqer, një lug krip, 3 lug fara të ndryshme dhe 3 lug vaj. Shumë e shishme duhet të jetë kjo. Turli e shpejt, një pako me perime të ngrira. Do t'i shohim pak më vonë, sepse kemi thënë që në Neranzi gjejmë perime të ngrira si mikse ashtu edhe të ndara nga njëra tjetra. Do t'na duhen 2 domate ose gjysmë luge me salc, një lug mix erzash, krip, piper, 5 lug vaj dhe majdanoz. Shumë mirë, pra nëse doni gjellë, sot mund bëni edhe turli. Fare thjesht, edhe pse ndodhemi në pranverë dhe gjithmonë më shumë na shtohen perimet e zarzavatet në treg, një zgjidhje për t'i patur gjithmonë në shtëpi të freskëta janë perimet e ngrira. Ndaj, Orogel është kompania që ekskluzivitetin e gjeni nga Neranzi, të cilat i sjellin në forma të ndryshme, si për përgatitje, suprash, gjellërash, për skuqje, ka veç mas, pra kur themi veç spinaq, veç karota, bizele, tjerë, por i keni dhe në formën e të përzierave, pra nëse nuk do në të blini pak nga të gjitha në treg, në një paketim, kryeni turlinë e shpejt. Është zgjidhje dorë, sigurisht që të freskëta janë të freskëta, i përzierin vetë, por edhe këto janë dimesa, do me thënë, të cilat her pas here mirë është që të kemi në frigoriferin tonë, për të zgjidhur, do me thënë, momentin, në vend që të bëjmë një sallatë dhe kështu, kjo është një zgjidhje shumë e duhur, se bëhet shumë shpejt dhe nuk do shumë gjëra. I ke miksin, do me thënë, të perimeve gati, ndonjë domate, ose dhe nëse kemi edhe salcën, nuk do duhet fare edhe domate. Mua gjithmonë këtu më pëlqen kjo miksi i erëzave faktikisht, sepse është ajo që ka dhe shije shumë të mirë dhe ka erëza të ndryshme, që kam thënë gjithmonë që jo vetëm për shije, por dhe për vlerat e tyre ushqimore, por ka dhe qep brenda, që nëse dua mund të mos shtojmë edhe qep dhe vetë kemi vetëm domate dhe e bëjmë, do me thënë, shumë shpejt gati. Domate, vaj, miksin e erëzave, ndonjë, si të thuash, majdanoz të freskët në fund fare dhe ose dafin, qëfar të doni ndonjë gjë tjetër juve për ekstra, por ajo është e mjaftueshme. Ndërkohë, ne do merremi me cilën nga recetat tani, me turlinë apo me pitën? Të tregojnë që këtë se duhet ta vendos për të pjekur. E kam bërë gati. Shiko se si tullëmbac, po shiko tani, këtë duhet të sqaroja mbisave, që kjo tani bëhet kështu dhe është gati për të vendosur në furrë.
Do me thënë, përbërsi që unë kam thënë në recet, i bëjmë një përzierje të gjitha, shtrojmë në një tavë një letër guzhine dhe hedhim përzierjen. Do me thënë, përzierja nuk do të bëhe, do të ngjeshë si buka, do të përziem si kur përgatisim një brumë keku, petullash, do me thënë pak më të plotë se i petullave. Jo ashtu të ma. Jo, the mënyra e të përzierit me luk. Një përzierje të tillë, një përzierje. Të lutem Anila, mund të ullim pak temperaturën? Sajnë, e duam. Te 5. Falenderit, se ishte pa temperaturë edhe shumë. Kështu që neve këtë e kemi gati për të vendosur në furrë. Tani të fillojmë me, unë mendoj të filloni me këtë pjesën e ashtu, dhe të vendosim këtë në furrë. Kjo është bërë gati, do të tregoj mënyrën më mbrapa se si do të bëhet gati, por para se ta vendos në furrë, unë do t'i hedh dhe pak susam. Këtu i kam spërkatur brenda, kam vendosur farakias, me thënë që kam hedhur brenda te përpunimi. Tani do të hedh dhe pak susam lart, por e kam spërkatur edhe me pak miell. E shoh, vënde po. Edhe si bukë fshati, po bëhet shumë e mirë, si mafishe, diçka e butë. Pasi është përgatitur brumi, sa ko ka qëndruar shiko tani është, me gjithse sot koha ka qenë e ftohtë, por neve këtu në studio e kemi të ngrohtë vendin tonë. Brumi na vjen mirë. Vjen shumë shpejt, kështu që nuk do kohë, as 40 minuta nuk e kam lënë. Por juve në shtëpi nëse nuk është ambienti ngrohtë, sigurisht që do rreth 1 orë. Dhe është në gjysmën e tavës, dhe mbushet tava kështu. Fillon edhe frihet, po. Me thënë në kaq, dhe tani është momenti për ta vendosur në furrë. Ne do ta vendosim në furrë, sigurisht që Katarina e ka përgatitur përpara që të kemi mundësi ta shohim të pjekur në pjesën e dytë, pra ne në kuzhinë po ju kujtoj se qëndrojmë deri në orën 10, sigurisht pas 1 minute do të kemi shkëputjen e radhës ku do të kemi dhe fleshin informativ dhe kur të kthehemi, besoj, Kanti, kur të kthehemi nisim me Turlinë, se nuk është se kemi kohë tani. Shumë mirë. Nuk e di nëse është bërë, do me thënë, ne kemi thënë se çfarë janë. Në receti i pam, nëse do të fillojmë me një skuqe qepe gjatë reklamave dhe fleshit, ti e di. Jo, i presim, Ambisa, se janë gjëra të thjeshta, nuk është. Sot kemi menduar gjëra të thjeshta, por shumë të shijshme dhe të shëndetshme. Në rregull. Që do të thotë, ne nuk do gatuajmë asgjë. Kështu si që ju lëm tani, do të takohemi pas publicitetit, fleshit informativ të orës 9:30, Katarina dhe unë jemi këtu. Bëni kafe, shihni lajmet. Jemi rikthyer në studio përsëri dhe vazhdojmë të jemi në transmetim të drejtë për drejtë me një tjetër mirëmëngjes nga Vila 24, siç themi gjithmonë për ju që keni mundësinë ta nisni ditën kështu më të rrezikse se ne. Kati ju sa bëni një kafe pak më herët, edhe vazhdoni të qëndroni me ne për të parë se si do të përfundojmë tre gatimet që i kemi prezantuar në fillim, po do i përsërisim prapë nëse jo të gjithë na kanë ndjekur që nga fillimi. Sigurisht që do i përsërisim prapë, po para se ti përsërisim, le të fillojmë këtë që ta vendosim përpara dhe pastaj do kthehemi. Pastaj merrem me fjalët po. Që t'i bëjmë gjërat për para të shikojnë të përfunduara recetat. Atëre të dashur Anvisa, unë thash me këto, si të thuash, perimet e ngrira që mund të ndodhen të ndryshme. Ka mix perimesh që të bëni një gatim të thjesht. Ati që thash që të kaloni vaktin me një makaron apo me një, si thuash, një salat, bëni një gatim turli që e themi neve në gjuhën tonë popullore, shumë të thjesht, që do të thot, hedhim vaj, unë këtu do të hedh këtë qepën, do të hedh edhe domate, një 2 kokra domate në cilat zakonisht unë kur më ngelen domate të cilat janë të pjekura shumë, i vendos në ngrirje, edhe i heq pastaj ajo hiqet edhe cipa kollaj, edhe të tilla i kam dhe këto kështu, dhe s'ka problem që i kanë dhe këto lëngjet brenda. E vendosim këtë qepën, thjesht pak që të zbutet, edhe me njëherë shtojmë edhe domaten, unë do t'i shtoj edhe pak nga kjo pureja domates, dhe me thënë që ta shtoj pak më tepër se sa domateja. Juve nëse keni domate, unë thash 2 kokra domate dhe një gjysmë luge salsë. Kur kemi pure, do shtoni një luge gjysmë, sepse pureja është pak më e butë se sa salsa. Salsa është më e fortë si, do me thënë, si produkt. Tani këtu, nuk duaj që ta lë dhe shumë qepën, thjesht më nxjerri pak atë aromën dhe si gjithmonë që themi neve që qepa të nxjerrë aromën duhet të ketë këtë kripën.
Dhe do kemi kujdes edhe për kripën, sepse edhe te kjo turlia unë do të shtoj një lugë të supës, do me thënë nga kjo mix erzash, për t'i dhënë shije. Prandaj edhe qep nuk është se kam vendosur shumë qep, nuk ka nevoj. Kur shtojmë këtë, e kam thënë që përveç se erzave brënda, përmban edhe qep brënda, të shijen e qepës dhe është aq sa duhet për ta bërë atë gjellën tuaj të mirë dhe mos të bëhet errën. Pra një gatim i shpejtë është edhe ky sot. Dhe tek tenxherja tjetër, sa të më bëhet kjo salca gati, unë do të përzjedh të hedh këtë mixin. Faleminderit Anila. Kështu siç janë të ngrira, nuk do t'i lëni t'i shkrini, kështu siç janë, çfarë do lloj mix që të jenë. I hidhni këtu. Edhe mbi këtë, ne do hedhim, pastaj do shtojmë salsën që do të përgatisim. Faleminderit Anila. Më falseta dhe jo, s'ka që më prandem këtu, asistente. Faleminderit shumë. Siç janë kështu. Nuk i hapim, nuk i hedhim, do me thënë, nxjerrim më përpara nga ngrirja dhe t'i lëm të shkrim, siç janë në këtë formë siç i kemi. Këtu tani unë do të shtoj edhe domatet, dhe thash domatet unë këtu, siç shikoni, i kam ashtu siç ju thash, që i vendos në frigorifer që mos të më prishen, i vendos në ngrirje dhe më mbrapa pastaj i heq atë pjesën e cipës që hiqet shumë kollaj pastaj dhe i gri dhe për të grihet akoma edhe më kollaj dhe i kemi gati. Tani këtu do të shtoj edhe një 2 lugë nga kjo salca, që është një salcë shumë e mirë kjo faktikisht. Kaq, mos ta rëndojmë. Okej, sepse kemi edhe domate. Tani do ta lëm. Jo, temperatura duhet të ngrej tani që të japim një çik shpejtësi në krimin e përgatitjes së salcës. Të shikojmë atje për punën e sa minuta bërëm pushim neve, se s'mbajt në mend fare se sa bëm. E kemi futur në furrë diku në orën 9:10 e 13. Si bje. Tani që të në përsh logaritin rreth 30 minuta. Ua, shumë mirë. Ajë do dhe ajo 30-35, kështu që do të nxjerrim. Ndërkohë, para se të nxjerrim, neve do të hedh edhe këtu një lugë. Tani unë nga që kam këtë juve këtu, kur të fusni lugën këtu brenda, duhet me patjetër luga tjetë e thatë. Pa. Mos e vendosni lugën e gjellës brenda këtu, prandaj edhe unë e shkoj në këtë mënyrë, do të thënë që e hedh në këtë mënyrë. E përzjej dhe e lëm që të na zjej. Ndërkohë ato i kemi hedhur atje, kemi ndezur dhe ato, e mbyllim me kapak, e lëm sa të na bëhet pak salsa, dhe kur do ta kemi gati, do ta hedhim brenda, nuk do të shtojmë lëngje fare, me lëngjet e veta. Do ulim temperaturën, do t'i lëm ashtu të bëjnë në lëngjet e veta. Dhe rikthejmë këtu, por para se të rikthejmë këtu, duhet të nxjerrim edhe atë nga furra kam. Po, shiko, po i kujtoj pak, po kujtoj pak shikuesit shkurtimisht se çfarë kemi bërë në pjesën e parë, se përveç se kemi bërë një pite në tavë krejt ndryshe në fakt nga pitet që jemi mësuar të shohim, ngjan me një bukë në pamje, është me fara brenda, me susam nga sipër, shikoni sa e këndshme duket dhe këtu në studio ndihet dhe një aromë fantastike. Kemi bërë gjithashtu dhe një oriz me qep, karota, misër dhe me mish. Pra të dyja këto receta në një moment pauze pas pak do t'i shohim në ekran që të shikoni recetën për ju që sa e mirë. Si e thamë ne, pite bukë. Pite bukë, po pra. Ja kështu. Shumë e mirë. Në këtë mënyrë. Shumë e mirë duket. Edhe do t'a lëm tani këtu tek peceta jonë që të naftoj. Të kulloj pak. Djek kjo, po s'ka gjë. Po, djek s'ka gjë. Ka gjë dhe e merë kati, s'ka gjë. Ka aromë të shkëlqyer. E shohim pak në ekran recetat. Recetën e pites me fara, recetën e orizit me misër që do ta zbulojmë pas pak se e kemi mbuluar me një pecet si që ka t'i bënë gjithmonë. Kështu që, ja ku kemi recetën e pilaf me mish të pjekur e perime. Këtë recet Kati e ka bërë duke patur parasysh fundjavën që pjesa më e madhe e familjeve shqiptare përgatit mish dhe shpesh mbetet. Ndaj, nëse keni mish të mbetur nga dje, mund ta riktheni apo ta ricikloni në një tjetër recet sot duke i shtuar 2 filxhan oriz, karnaroli nga Neranzi kemi zgjedhur sot, 300 gram mish të gatuar, një qep të thatë ose të njom, një konserv misri, një karrot, një lugë mix erzash, krip, piper, vaj, majdanoz ose kopër.
Kjo është e gjithë receta dhe me njëherë në pak minuta e ktheni në një vak të plot për këtë ditë të hënë. Pite e ardhur me fara të ndryshme, e pat sa po e nxorëm nga fura dhe është e shkëlqyer, kur të ftohet pak ta presim të shikoni sa e butë dhe e shishme do tjetë edhe nga brënda, 500 gram miell, 350 ml ujë të vakët, një lugë maja, një lugë sheqer, një lugë krip, 3 lugë fara të ndryshme dhe 3 lugë vaj. Edhe turli e shpejt, një pako me perime të ngrira, 2 domate ose gjysmë lugë salcë, një lugë mikser, zash krip, piper, 5 lugë vaj dhe majdanoz. Këto janë të treja recetat. Kati po më pret mua tani. Po, presa një ladhe. Kam vendosur 5 lugë vaj, faktikisht vaj është që do të shirë perimen, se s'ka gjë tjetër brenda. Perimet janë perime, janë me plot të vlera ushqimore, vitamina shumë, por kemi nevojë dhe pak yndyrë. Kështu që yndyrën nga do ta marrim nga vaj. Gjysmën e sasisë së vajit, ashtu siç them gjithmonë, e hedhim në momentin që ka vërdisim, domethënë gjellën, dhe neve për momentin kemi ka vërdisur pak qep dhe domate, siç e pat, sepse kemi shtuar edhe një lugë mikserzës, pra e shikoni që janë gatime të thjeshta, të shpejta, por edhe të shishme, edhe të shëndetshme. Nuk ka rëndësi pse janë të ngrira. Dhe neve në shtëpi zonja, shumë zonja, i ngrinë perimet, kështu që nuk ka asnjë gjë. Në mënyrën se si ne përgatisim, janë sikur i kemi të freskëta. Janë ato që neve themi që i kemi si ndimesa në shtëpi për të zgjidhur ato gatime tona të shpejta, sepse kjo është një gatim shumë i shpejt. Edhe pjesa e kësaj, domethënë, pites ardhur, edhe ky është një gatim shumë i shpejt që kombinon shumë mirë me këtë gatimin me turlin që neve përgatitëm sot. Shkon jashtëzakonisht shumë. Tani ndjes të ndërpres, mos duhet ta ngrim pak temperaturën apo e ke lënë vetë te dyshje kemi? E kam lënë se tani do hedh salcën dhe do ta rregoj temperaturën. Por para se të shkoj atij që të shtoj atë, duhet të tregoj këtu anvisave që shikoni për pjesën e gatimit të parë që neve përgatitëm, që tham, nëse na ka mbetur pak mish pule ose pak mish qëngjia ose çfarë do mish viçi që na ka ngelur nga e djela apo e shtuna, e kemi mbajtur atje dhe kemi rezervuar, sikur dhe 300 gram është mjaftueshëm, dhe 200 gram nuk ka problem, thjesht mënyra se si përgatitet bëhet shumë e mirë dhe shumë e shijshme. Si gatim dhe kalojmë vaktin e drekës me këtë lloj gatimi. Ndoshta mund të shtojmë pak kos. I shkon kosi këtu, ose dhe ndonjë sallatë. Në fillim fare si që pat, kemi vendosur një shtresë pjesën e mishit, nuk ka nevojë që të ka vërdiset se sigurisht ishte i pjekur. Më mbrapa shtuam qepën, karotën, kemi shtuar ca bishta qepe dhe majdanozi, pra pjesën e parme të majdanozi, të grirë ho. Më mbrapa shtuam një dorë misra, shtuam orizi, përsëri misra, dhe në fund fare kemi hedhur lëngun, kemi 2 filxhan oriz dhe 4 filxhan lëng të cilin ne përgatitëm me atë mix erzash, që do të thotë kemi hedhur një lugë të supës mix erzash. Pak vaj ulliri kam hedhur në momentin e fundit, tani si që shikoni, kjo është bërë gati, e lam për rreth 20 minuta, sa krijon ato vrimzat, to gropëzat themi neve, dhe është gati. Në momentin që shikojmë që krijojmë atë, fikim temperaturën e sobës dhe mbulojmë me një pecet kuzhine që ta kemi kështu të shkrifët. Kjo ndihmon që mos të qulloset pilafi, por të na mbetet i shkrifët. Tani e kam, faleminderit. Kalojmë këtu të hedhim edhe salcën sepse është bërë edhe salca. Dhe pastaj do bëjmë brumin e kësaj pites apo jo? Po, do bëjmë atë. Pite e ardhur. Sa e butë është. Do ta presim pastaj në këtë kati ta shohim pa nga brenda. Po, do ta presim. Se duket që është shumë e butë. Atëherë, këtë salcë që përgatitëm, e kthejmë tek perimet e ngrira, kështu të mbajmë, më thuaj. Kam atë ujin, është i ngrohtë ai, sepse më duhet ujë ngrohtë për brume. Pak fare këtu që të shplajmë këtë, të marrim këto si bënin dhe nënat tona, urdhro. S'ka nevojë për më tepër. Okej. Ja, këto lëngjet e fundit, të marrim atë salcën që ka ngelur edhe vajrat. Ashtu. Tani. Edhe shihen bashkë me to. Kjo nuk ka nevojë tani, kështu, siç është. Nga avujt e vetë do filloj të lëshohet nga pak, do të gatuhen, pra nuk do të bëjmë me lëngë? Jo, me lëngjet e veta, me ndyrën e vetë, me lëngjet e veta, do të ishte edhe pak vaj. Bukuri, shumë mirë. Edhe do të lëmë me kapak të mbuluar, në një temperaturë mesatare, ta në qëjmë pak se është si e ullë temperatura, kështu. Dhe do ta kemi gati. Shumë mirë. Veç se të fikim të tjetrën. Ta se i fikun, anta. I fikun.
Fiku vetë, nuk të lëka. Ashtu, faleminderit. Kemi 10 minuta kohë. Në këto 10 minuta, me shumë vëmendje, do të shohim pak se si është përgatitur ky brumi për të bërë këtë pitën e ardhur kaq të këndshme, e cila nga brenda është e butë, shumë e butë. Do bëjmë brumi dhe do servirim edhe gatimin dhe do t'jemi në rregull. Okej, shumë mirë. Të dashuran visa, tani për përgatitur këtë brumin, është shumë i thjesht, unë i bëj të thjeshta, nuk i bëj, do me thënë, që të rrim të mundohemi të lodhemi, të punojme, të bëjmë, bëjeni kështu si do të bëj dhe do më kujtoni që do të bëjë shumë i mirë dhe një brum, një bukë e shishme. Atëherë. Tani do të hedhë. Me sy do të bëj unë, gramaturat ua kam dhënë, edhe këto kemi thënë gjithmonë në kuzhinë, nuk ka problemi, shikojmë. Po, si të mos për përgatisim brumra, edhe si kur të lëviz pak, o do shtojmë pak më shumë ujë, o do shtojmë pak më shumë mjellë. Edhe këto majat janë të mira, sepse faktikisht e merë dhe e ke këtë kutinë, janë të mbyllura në mënyrë hermetike, edhe të them një lugë të kafes tani, sepse kam më pak brumë. Po, edhe kam tavën më të vogël. Kështu që i themi gjërat ashtu si shduhet. Pra, gramaturat që janë në recet, janë për atë sasi mielli, atë sasi ujë, etj. Ndërsa Kanti po bën një bukë më të vogël, një pite të ardhur më të vogël, thjesht për të demonstruar mënyrën e realizimit të brumit. Hedhim majan, hedhim edhe sheqerin. Tani e përziem fillimisht, edhe pastaj do shtojmë edhe kripën. Kripa këtu. Edhe një lugë nga kjo e kripës. Edhe një lugë krip. Do shta më pak do të hedhë. Ti e di. Ashtë mjaftueshëm, jo. Nuk e dua shumë. Edhe buka do kripën aq sa duhet. Jo shumë e kripur. Tani të edhim nga i vaj. Në më të edhim nga i vaj. Si edhim? Se është zakonisht është vaj edhe për salat më shumë. Atë mund t'ja hedhim pak në fund fare. Pak këtu dhe pak pastaj. Tani hedhim ujin. Ujin e duam të vakët. Hedhim gjysmën e sasisë së ujit fillimisht. Do shtojmë fara, të cilat unë mendoj që të hedh nga këto farat e kia, se më pëlqen edhe... Ndërkohë mund të shtojmë edhe llojet të tjera të farave? Të gjitha llojet. Këtu kemi kungulli, lule dielli. Ja të shtojmë ca nga këto të kungullit. Po, edhe janë dhe shumë të shëndetshme. Farat në përgjithësi. Do hedhim të lule dielli. Edhe të hedhim edhe të kungullit. Me që i kemi. Me që i kemi, i hedhim. Ashtu. Shiko, buka me fara bëjnë shumë e mirë. Edhe e shëndetshme faktikisht. Ajo është e rëndësishme që bëjnë të shëndetshme. Tani, hedhim ujë, sa të shikojmë që të na bëhet. Mos u trëmni që ashtu, dhe pos e shikoni për pjesën e ujit. Edhe nëse kemi shtuar më shumë se shduhet, po, shtoni pakës fare miell pastaj, por ja, tani kjo duhet. Pra do t'jetë një brum më i hollë se brumi i bukës. Po, si brumë, si të thuash, i petullave, i kekut. Ja, kështu. Kjo është tamam fiks. Kjo është rëshësia e brumit. Ja, në këtë mënyrë, ja, kështu. Edhe nuk ka nevoj, as edhe të përzjet. Ajnë do t'jetë pak vaj, se unë pak jo dhe në fillim. Okej. Në një tavë, më pas, do të shtrojmë... Si që kemi, do i shtrojmë letër në një tavë dhe do të hedhim. Pra, ardhjen e brumit do të kryet aty, në tavën që do të piqet. Nuk do e lëvizim më brumin nga vëndim. Jo, do të lëm që të vi, do me thënë, do t'jetë gjysma e tavës tani, do të vi, do të mbushe tavë, do të vendosim në fund. Është një tjetër lloj buke kjo, nuk është ajo buka e zakonshme, por është e shpejt, por bëhet shumë e mirë dhe e shijshme. Tani, të heqim këto dhe të presim një letër. Do t'ja shtrojmë tavës, kemi zgjedhur një tavë më të vogël sot për këtë brumë, sepse thamë po përgatisim pak, ajsa për t'ja u treguar mënyrën se si përgatitet, do duhet të lihet për të ardhur e 20 minuta ose pak më shumë, në varësi të temperaturës së ambientit, po ju e shihni dhe me sy që ajo do të fryhe, do të dyfishoj atë për masan e vetë. Edhe këto letrat i gjëni, të gjitha i gjëni të kompania Meranci, do me thënë shkoni që psonisni dhe e keni, do me thënë, zgjidhjen për shumë gjëra aty. Përveç se erëzave njerë që janë shumë cilësore dhe shumë të mira, po gjëni dhe gjëra të tjera. Ja dhe palosja e
letrës që Tani kjo tjetra që të ndihmon për punën e kësaj, është edhe kjo që e spërkat kështu edhe ngjitet. Që mos të hedhin vaj. Dhe këtë e merr një herë dhe kemi për shumë gjatë, e vërtet. Janë gjëra që nuk prishen. Ne shikon se sa ngjit. Kjo përdoret, do me thënë, për përgatitjen e këtyre bazave me letra, e ngjitet dhe nuk shngjitet. Tani është momenti që të hedhim edhe brumin e përgatitur. Ku duket më mirë, këtu besoj. Po ja ta shohim. Ja. Një brum i tillë. Nuk do as punim shumë, as asgjë. Do ta mbulojmë një qese, do e lëmë të vi. Temperaturën e pjekjes e thamë në gati? Temperatura do në 200 gradë dhe do ta lëni të qëndroj të paktën për 30-35 minuta. Varet, do me thënë, këtë neve 35 e kishim. Gjithmonë në një forë të ngrohur paraprakisht. E shikoni kështu, kjo do mbushet. Aksa e në ishte mbushur neve, për masën që ne odhëm, kjo ishte fix. Tani do mbuluar me një membran kuzhine. Me një qese dhe do ta lëmë që brumi të vi. Ku i kam lënë? Tu, po. Okej. Ja, këtu. Dhe do shërbejmë në pjatë. Tani do orizin. Orizin edhe atë besoj që edhe ajo do të... Nuk më duket se... po... Mos ka dash në qik më shumë temperaturë? Jepi pak temperatura Nila. Se këtë më duket do të tregojmë nesër. Mos e përzjezja. Jo, po shikoja të bëjmë. Jepi pak temperaturë dhe lërë. Ja, ta tregojmë këtu ambisave që të ashtu. Lëri vetëm temperaturë, se ishin të ngrirë ato dhe nuk pësojnë gjë. Nga ngrirja do lëshojnë lëngje. Edhe prandaj nuk shtojmë ujë dhe shtojmë vetëm salsën. Okej. Mirë. Gjithsesi në 3 minuta nuk do bëhet. Jo, mirë. Jo, në rregull, le mos të bëhet, por themi si sqarim. Atëherë, merremi pak me pilafin. Ta bëjmë ashtu si. Ti kujtoj pak kur na ndodh që nuk i mbarojmë dot recetat, se s'kemi kohë, sepse duan më shumë nga që ne parashikojmë etj. I gjeni në Balkan Web. Pak minuta më vonë, gjeni. Sa e mirë doli kjo. E mirë doli, po të marri mishin. Nga doli pa mish. Po ju thoja që mund të klikoni pak më vonë pra në faqen tonë në Balkan Web. Aty gjeni recetën të shkruar, gjeni videon ilustruese pra mënyrën se si Kati e ka përgatitur dhe pjatën përfundimtare të shërbyer. Kështu që edhe ajo është një mënyrë, ose nëse nuk keni kohë na ndiqni nga fillimi në fund, gjithashtu mund të klikoni në 2 adresat tona zyrtare në YouTube, në News 24 ose Villa 24, edhe aty keni një arkiv të tërë të gatimeve tona, të një sezoni shumë të gjatë, por edhe të sezoneve të kaluara të Villa 24, sepse her pas here merrni ngacmime në receta që ndoshta mund t'i kemi harruar, kemi kohë pa i përgatitur, apo nuk dim çfarë të gatuajmë, kështu që më besoni që edhe për ne këtu shpesh është një zgjidhje kur të vjen një ide recete, një emër recete. Ky pilafi do të shumë i mirë. Sa kemi kohë Anila? 1 minutë? S'ka gjë se. Po ne s'do bëjmë gjë tjetër, do presim bukën. Jo, bëjmë, edhe për bukën thamë të presim të tregojmë, të vëmë dhe nga kjo Ana, apo s'na merr kamera këtej. Do të thënë ti Kati zbukuron vetëm këndin e kamerës. Këndin e kamerës. Ja, se lërojmë pak vend tani, besoj se zonjat i pan edhe etiketat që her pas here na i duan për të na pyetur si ishte emri orizit apo me çfarë paketimi i gjej perimet e ngrira, besoj se na ndoqët me vëmendje për t'i parë dhe ja ku e keni i shishëm duket, i shëndetshëm pa diskutim. Një vakt ideal që me siguri po ju haporeksin nga shtëpia tani që po na ndiqni dhe kur të shihni dhe bukën do mendojni 2 herë kë do hani. Ja, shi si ka dal. Mama i Katit lumshin duart. Çka bukesh të mirë. Po është si sfungjer, fantastike. Edhe ai, do me thënë, nuk bëm asnjë gjë, thjesht fare, po pra, thjesht fare. Fillojmë të bëjmë gjëra të thjeshta, duke punuar, duke mësuar themi neve. Sa të rojmë, do mësojmë, edhe ne mësojmë. Se nëna tona dikur punonin, i bënin, do me thënë, puno. Ja dollën. Gërmotare, gërmo.
Kati ka hapur Orexin nga ekrani tani, shiko sa bukur duke. Një copë djathtë edhe asgjë tjetër nuk duam për të ngrënë. Tani, ko nuk kemi më. Kjo buka, dhe tani imagjino dhe farzat brenda që janë shumë, edhe shije, por kanë dhe vlera ushqimore. Kjo është shumë e rëndësishme për vlerat ushqimore. Ajo që doja të thoja është se ne kohën e gatimit realisht e kemi kaluar. Nuk mendoj se do duhet të shërbejmë recetën tjetër, sepse është e kohë, për aq kohë sa nuk është e gatuar. Nuk është e gatuar, po patjetër që s'është e gatuar. Le të ta fokusoj Ani këtu që të shikojnë domethënë këtu. Dhe dua t'ju them anvisave që këtë lloj gatimi do ta lëjmë kështu siç i hodhëm neve këto gjërat brenda, në temperaturë të ulët, sikur dhe 3 minuta, më falni, te treshi, dohet të thoshja, dhe ta lëni të bëhet avash avash që të ngelet me lëngjet e veta. Le të harxoj kohë, qoftë edhe 40 minuta, qoftë një 50 minuta, por ama do hani një gjellë që ta bëni me atë bukën, me kafshat, me çapa. Shumë e mirë dhe shumë e shijshme. Bëheni do më kujtoni. Unë ato që ju a them sepse i kam provuar edhe i kam testuar. Dhe një kohë gjatë që po bëjmë dhe gabime, nuk them, nga gabimet mësojmë dhe gabimet që neve bëjmë dhe mësojmë, ua themi juve që mos të bëjnë ju në shtëpia tuaja. Ashtu. Tani do ndajemi me zonja dhe zotrin që ndjekin gatimin tonë këtu? Do ndajemi duke i uruar si gjithmonë një ditë bukur në vazhdim, duke i dërguar unë një puthje nga ana ime dhe një përqafim të gjithave. Ju dua shumë, ju falenderoj shumë për urimet tuaja që më dërgoni nga të gjithë vendit, sepse ky interneti tani pavarësisht që unë nuk jam shumë e dhënë mbas këtyre rrjeteve sociale, por ju dua shumë sepse më dërgoni kaq fjalë të ngrohta që nuk e di nëse e meritoj kaq shumë që juve më shkruani. Faleminderit edhe një herë, qofshi gjithmonë të lumtura, të gëzuara në familjet tuaja. Ndihem shumë kështu Ani. Nesër do jemi prapë, se Kati na bëri një fjalim se ku po mbyllim sezonin. Jo, po. Nesër këtu me Katin, që në mëngjes për receta të tjera po kaq të shijshme dhe ide që na vlejnë të gjithëve. Të uroj një ditë të mbar, Katerina, takojmë nesër së bashku. Tani kemi publicitet dhe pastaj në panel me të ftuar dhe me një temë që është interesante në fakt, po i prezantoj të gjitha kur të kthehemi.